Në sallën e koncerteve pranë shkollës së muzikës në Tetov u organizua koncerti I talentëve të rinj në instrumentin e kitarës, ku para të pranishmëve performuan mbi 30 nxënës që vijojnë kurset në instrumentin e kitarës. Nxënësit pjesëmarrës ishin nga klasa të ndryshme të shkollave fillore deri në klasën e 9 dhe po ashtu nxënës të shkollave të mesme që luajtën kryesisht me kitarë elektrike. Gjithashtu performuan edhe grupe muzikore ku u shfaqën me repertuar të muzikës zbavitëse, rock, jazz dhe këngë të lehta qytetare. Profesori I kitarës Jetmir Mehmedi deklaroi se është mjaft I kënaqur nga nxënësit për interesin e treguar për të mësuar instrumentet muzikore. Megjithatë, ai bëri thirrje tek të gjithë të tjerët që duan të ndjekin kurse muzikore t'i bashkangjiten shkollës së muzikës. Te shkolla e muzikës në Tetov mbajt koncerti I kitarës klasike, klasa ime, unë jam profesor Jetmir Mehmedi. Kam si mjet të festoj 10 vite të jubileut që punoj në këtë shkollë dhe për mu sot ishte me të vërtet koncerti I fund vitit, ose gjyqëtorit të dytë. Ishte shumë I veçantë për mu, sepse si që ceka festoj dhe gjyqëtorin tim. Kam një numër shumë të madh të nxënësve në klasë, me të cilët nxënës krenohem shumë, se në cilin nivel kanë bërrit dhe në se si e shfaqin instrumentin e kitarës në skenë, këtu në shkollë dhe jashtë shkollës. Bëj thirrje apel për nxënës që duan të vazhdojnë shkollë të muzikës dhe të vinë të mësojnë instrumentin e kitarës, po edhe instrumentet tjera, pse jo. I ofrojmë në këtë shkollë të gjithë instrumentet, flaut, trombon, violonçel, violin, piano, instrumente me të ramuna, kanto, e të tjerë. Dhe njëherë, isha shumë krenar dhe falemnderues për publikën që erdhën sonte dhe ishin prezent në këtë koncert. Në këtë koncert, gjithashtu u shpërblyen me mirënjohje nxënësit Taulant Abazi, I cili përveç pjesëmarrjeve të ndryshme e ka prezantuar shkollën edhe në koncertin solistik në Galerinë e Arteve, Kamela Sinani, e cila është fituese e çmimeve të para në gara ndërkombëtare të kitarës si Polihimnia, Prishtina Guitar Week, Tremolo Guitar Festival dhe Gjiro Klasika Fest, dhe nxënësit Elmir Begzati për suksesin e treguar deri më tani.